Për pronën, unë e kuptoj për dokumentat, po kur lidhet me pronën dhe të bëhet regjistrimi në hipotek nuk ekziston. Pra është gjyqi i cili, me sa di unë dikush nuk ju ka informuar sakt për vërtetim faktit pronës. Për vërtetim faktit të një dokumenti i cili ka qenë edhe pra për dokumentin, pra nëse ke pasur një dokumentacion dhe e ke vërtetuar nëpërmjet gjyqit, okej, atëherë pronën, po. Por vërtetim që ti e pronar e kësaj prone nuk... Jo, nuk ekziston. Nuk është i vlefshme nëse është bërë... Jo, për është ndaluar nga kodi civil. Në rast se ju keni, për shembull, pretendoni për një pronë dhe ju e zotoni, pra e keni për 20 vite, shko tek avokati dhe thuaj avokatit, unë e kam 20 vite, asnjëherë s'më ka shqetësuar, çfarë veprim është bërë, dhe avokati më njëherë do të thotë që si njihesh pronar në Republikën e Shqipërisë. Dy gjëra janë në Republikën e Shqipërisë që njihesh pronar. Një me ligjin e asajt kohë që ka qenë nga rrëmbimi i pronave nga ish regjimi totalitar, që ligji i pas 90-s të jepte të drejtën e pronarit, kontrata shitblerjes dhe dytë parashkrimi fitues. Një nga këto të treja, avokati jot do të thotë çfarë nga të treja do të zgjedhësh. Sipas specifikave që keni. Por, duke qenë se ju nuk është ekzekutuar vendimi dhe ju jeni e qetë aty ku jeni, pra jetonin atë pronë, ose e mbani, kujdesni atë pronë, normalisht edhe unë mund të thoja për parashkrim fitues. Por, kjo mvaret sipas zonës, vendit, kush është pronar i asaj prone dhe nuk duket për 20 vite, dhe në fund fare ju ta përfitoni, po asnjëherë nuk përfitoni pronë me vërtetim fakti. Së është indaluar nga ligji. Edhe kur shkoj te kryetari i bashkisë një ditë, më thotë që juve do ta vleni me qera. Po si të marrë me qera tokën time? Po prandaj nuk shkojmë te kryetari i bashkisë. Interesi nuk ta bën. E mbyllim telefonatën me zonjën. Interesi nuk ta jep kryetari i bashkisë. Faleminderit për shpjegimin avokat, presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Kjo është problemi jonë, se shkojmë tek institucionet dhe nuk shkojmë tek personi që duhet na mbroj. Pra, avokati nuk është ai që merr lekë edhe thot mora lekë sot. Avokati është ai i cili kur shkon në zyrë të mbron interesat e tua, kurse ai i cili është kryetar bashkie, ai sot me këtë reformën e famshëm ka spakun. Pra, sikur edhe ta japej, ta dhuroj ty, të ketë aksesin, dikush do ta akuzojë që ky person po shpërdoron detyrën. Mirëmëngjes Zodri, përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Më pëlqen paraqitja jonë një avokati simpatike dhe djalë shumë i ëmbël. Faleminderit shumë për komplimentin. Kam një pyetje për avokat. Po ju dëgjon avokati. Po. Lapse letër në dorë, po ju dëgjon. Unë kam një njeri tip nga Kota e Vlorës. Po. Por ai ndodhet në Greqi dhe ka qenë në repat ushtarak, aty kot ka shërbyer si në novices, si ushtar shërbimi, dhe i mungojnë vite 83-90. Po. 90, po nuk ka stacioni dhe shokët i ka punuar ka ndërru pjesë, nuk ka edhe një si mund të veproj këta. Nuk janë do të shmitarë. Për qa për pensionin këtë bëhet fjalla? Nuk e kuptova mirë. Edhe njërë se telefonin. Atere kunati im ka punuar me i repat ushtarak në Kotë të Vlorës. Të kuptuam. Tani ishte pyetja në fund, ishte për? Dhe nuk gjenë dokumentacion që ka talë pension. Atere për pensionin do diskutojmë në vijim, Zotri. Po, edhe atë, po. Shiko, dhe sa ka qenë atje, do të shikoni në qofë se kanë të arkivat e Ministrisë së Mbrojtjes. Të lutem. Nuk ka asnjë dokumentacioni dhe shokët i ka punuar ka ndërruar rinjës në këtë rast si veprohet. Po, atëherë vërtetim fakti me shokët dëshmitar. I ka ndruar jetë, thot. I ka ndruar jetë. Nuk ka asnjë nga shokët. Asnjë nga shokët, Dokumentacion nuk ka, i ka gjetur vetëm 3 vite, ashtu 3 muaj më falni. Si mund veproj tani? Me vërtet, kjo është... Tani, kjo rasti ju e Zotri... më i bukur. Shiko, për vërtetim fakti duhet i vështirë për të... Me vërtetim fakti është shumë i vështirë për në rastin konkret. Po kur shokët kanë ndërruar jetë, si mund veproj të rast? Po shiko tani, mund të bësh këtë gjë, për shembull të shkosh të marrësh nga familjarët e tyre, ndonjë librez të asaj kohe që kanë pasur, mund të marrësh ndonjë dëshmitar të atyre, pra në familjes së tyre në rast se janë gjallë, që mund të kenë mbajtur mend emrin tënd dhe atëherë kur ke punuar bashkë me personin e tyre,
dhe mund t'i marrësh edhe ata si dëshmitar, që të dëshmosh... Sa dëshmitar duen? S'ka rëndësi, rëndësishme e dëshmitarit është i vërtet dhe mos t'jetë imaginar. Kjo është rëndësishmja. Dhe pas taj gjukata vendosë dhe vlerëson... Po komshia pjo zotëria? Qa komshia? Mund t'jetë komshiu dëshmitar? Mund t'a marrësh komshiun, po normalisht nuk ka shumë vlerë. Po rëndësishme është që po ka seriozitetin e vetë çdo dëshmitar, normalisht mund t'ketë një vlerë të posaçme, por për mendimin tim, me dëshmitar të bëhet patjetër veprime. Po thjesht pyetja juaj që në fillim nuk ishte shumë e saktë. Përveç kësaj, po duhet për shembull, në rast se ju kërkoni vërtetim fakti për të vërtetuar punësimin e asaj kohe, nuk është vetëm mjeti i vërtetimit faktit, është kërkesa në arkivat tona që të cilët janë në Tiranë, është tek Ministria e Mbrojtjes. I ka bërë sot dhe nuk e gjetur gjë. Patjetër do shkosh ta bësh përsëri të njëjtën kërkesë, sepse mund të vinë ndonjë përgjigje tjetër, ku i dihet, se ndodhen edhe këto raste. Pastaj mund të kërkosh edhe i persona të tjerë. Atëre vërtetim fakti mbetet hapja e gjyqit për vërtetim fakti me dëshmitar, me familjar të shokëve. Po, me familjar të cilët kanë në dispozicion dokumentacionin e atyre që kanë vdekur. Kështu që të falemderit zotëri për telefonatët, falemderit dhe ju avokat për përgjigjen, për shpjegimin, falemderit dhe për kontributin. Po. Tani... Falemderit shumë për... Çdo person duhet rast pas rastit të shikojë mendimin e një avokatit rastin e tij. Ka specifikat e tij. Ka specifikat e tij. Ky është orientimi i përgjithshëm. Ky është një orientim i përgjithshëm. Po, sepse mos mendojnë të tjerë që ne po i themi që shiko ti je për parashkrim fitues, edhe thotë shko te avokati dhe thotë naga, ai avokati në televizion tha mua jam për parashkrim fitues. Po në rast se ti nuk plotëson dokumentacionin, se do bëj avokati tjetër parashkrim fitues, sepse është ajo çfarë dëgjojmë, flasim, jo se kemi aktet këtu edhe i diskutojmë të gjitha. Në duhet edhe kujdeset nga qytetarët, që mos të mashtrohen nga të tjerët, mund të dëgjojnë diçka nga ne, po duhet patjetër të marrin të gjithë dokumentacionin e duhur dhe ta paraqesin te avokati. Sipas specifikës së tij. Shumë faleminderit avokat për kontributin tënd për qytetarët. Faleminderit dhe ju nderuar televizionistë për vëmendjen tuaj.